Sa e mysh. Po, është e lezetshme shumë. Shumë e lezetshme, ka ca mimika shumë të bukura. Loredana më duket sikur thjesht e ka mirëmbajtur lëkurën e saj, ka të freskën, asnjë gjë të tepruar, shumë e mirë para se të hynte, më duket ditët e para që ka hyrë. Po. Kishte bërë një mezoterapi të vogël në zonën e syve dhe e tha në një moment kur e pyet. Sepse ka neti javë mes 2 javë me sy të zip. Dhe e pyeti pse i kishte sytë e zeza, ajo tha që kishte bërë. Rozana ja vuri në dukje, Pra jemi te Gerta. Te Gerta. Gerta pra nuk ka bërë. Ka bërë ndërhyrje, dëgjoj, shikoj. Le të jemi realist. Gerta ka bërë ndërhyrje, hundën e ka, domethënë, po pra, këtë duam dim. Por që po unë nuk mund të flas për kirurgjitë e mëdha të cilat janë të papranuara nga ato, se preferoj të mos e. Por këto ndërhyrjet mini-invazive të tipit filler, botox, Gerta ka nuk ka tani për momentin, po ka. Dak mendon se Rozana ka egzageruar apo si mendon? Jo, Rozana nuk e ka egzageruar. Rozana ka bërë një makeover total të fytyrës, trupit, edhe të blefaroplastikën, është çapallat e syve, kapakët e sipërm të syve. Është e dukshme ajo, nuk ka nevojë që nuk është se evidentova unë. Por që nuk i ka ruajtur kufijt, nuk është se ka bërë diçka të tepruar, sipas mendimit tim, domethënë është okay. Mirë, megjithatë është bërë bukur. Pra këto janë nga ato ndërhyrjet, po themi që rastet që bëhet bukur të ruan ato nëse diçka e ke kompleks bëje, por bëje brenda kufijve për të ruajtur dhe një stil seksual që ka bërë. Sipas pranimit saj, po edhe opinionit profesional të dokut. Tani kemi Danjen. Danja në konceptin tënd është Danja është shumë e mirë dhe ka totalisht natyrale apo ka ndërhyrje të vogla? Unë nuk mendoj që Danja ka ndërhyrje kirurgjikale. Unë mendoj që Danja është brenda kontekstit të mirëmbajtjes të fytyrës së saj dhe në mirëmbajtje sigurisht që përfshihen fillerat, botoxit, mezoterapit. Okej. Ose njerëzit ndonjëherë edhe këtë ngatrojnë, që kur mirëmbajmë fytyrën, po themi bëjmë një mezoterapi apo diçka, thon ka bërë ndërhyrje. Jo, nuk është ndërhyrje, nuk ka lidhje me ndërhyrjen. Ose për shembull thon kur ka bërë dikush buzët, të plasi botoxi nuk plas. Botoxi thjesht relakson muskujt, nuk plas, është tjetër gjë. Kemi goca tjera? Goca